Territori shqiptar për datën 9 maj 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme me reshje shiu në të gjithë vendin. Paraditja dhe pasditja do të jenë me vranësira të dendura dhe reshje shiu të her pas hershme në pjesën më të madhe të territorit. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 10 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 21 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 2 deri në 4 orë me diell. Era do të fryjë lehtë deri mesatare nga drejtimi jug-perëndimor me shpejtësi 3 deri në 6 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim mesatar rreth 3 deri në 4 ballë. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë i ulët rreth 3. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:21, ndërsa perëndimi rreth orës 19:53 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë: Shkodër 14 deri në 21 gradë Celsius, Kukës 12 deri në 19 gradë Celsius, Peshkopi 12 deri në 17 gradë Celsius, Tiranë 14 deri në 20 gradë Celsius, Durrës 15 deri në 20 gradë Celsius, Kavaj 14 deri në 19 gradë Celsius, Elbasan 13 deri në 19 gradë Celsius, Berat 14 deri në 19 gradë Celsius, Korç 10 deri në 15 gradë Celsius, Vlorë 14 deri në 18 gradë Celsius, Gjirokastër 12 deri në 20 gradë Celsius, Sarandë 15 deri në 21 gradë Celsius,